ish finalisti i shtëpisë më të famshme në Shqipëri dhe njëkohësisht fituesi, Gjesti kohë pas kohe publikon pamje nga jeta e tij private në Instagram. Ditën e djeshme, ai ka publikuar një moment ku shihet me motor në fshat më i lumtur se kurrë teksa e këndon dhe hitin e tij, apo do të shihemi më vonë në katun, ishin fjalët e këngëtarit Gjesti. Kujtojmë se Gjesti gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ka treguar disa herë që ka një lidhje të ngushtë me vendlinjën e tij dhe nuk do ta praktikojë kurrë atë. Shumë nga fancat menduan se postimi i Gjestit ishte një ftesë për dikë për të shkuar në fshat me të, po se për kë e di vetëm Gjesti. Nga ana tjetër na duhet edhe t'ju rikujtojmë se lidhja e tij me Eglitakun nuk dihet se në ç'fazë është, që pas përfundimit të shtëpisë më të famshme në Shqipëri, ata të dy nuk janë parë në asnjë event apo në ndonjë koncert së bashku. Se çfarë po ndodh me ta, na mbetet vetëm të presim.